Vjeçarja bie nga kati i 7, arrestohet i dashuri, dyshohet për një ngjarje e rëndë është regjistruar ditën e djeshme në lagjen Lakrish të Prishtinës, ku një vajzë e re ka humbur jetën në rrethana tragjike. 26 vjeçarja Xheneta Ejupi ka rënë nga kati i 7 i një ndërtese banimi dhe ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes. Sipas informacioneve, e reja kishte jetuar me qera në atë banesë dhe dyshohet se për një kohë të gjatë ishte nën presion të vazhdueshëm psikologjik nga partneri i saj, 30 vjeçari Valmir Sheqiri. I dyshuari është arrestuar nga policia e Kosovës, ndërsa ndaj tij është ngritur procedurë për veprën penale nxitje në vetvrasje. Autoritetet hetimore kanë dalë menjëherë në vendin e ngjarjes ku kanë kryer ekzaminime përkatëse, ndërsa me urdhër të prokurorit të çështjes i dyshuari është ndaluar për 48 orë. Trupi i pajet i viktimës është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore për obduksion, ndërsa familjarët kanë njoftuar se ceremonia mortore do të zhvillohet sot në orën 18. Të Allahut jemi dhe te ai do të kthehemi, ka shkruar një familjar i saj në rrjetet sociale duke e konfirmuar lajmin e hidhur. Hetimet për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të rëndë janë ende në vijim.